Shpej sikur, le të themi, skakera apo spektri politik ishte i ndarë në dy pjesë krejtësisht të ndryshme dhe në kundërshtim me njëra tjetrën dhe madje deri diku në armiqësi ishin demokratët nga njëra anë që nuk duar trokitën edhe ato arritje të Trumpit që për cilave kanë përfitim të gjithë, dhe republikanët shpesh të ndarë në fraksione tjera që ishin në një grup më të unifikuar dhe më në unison me njëri tjetrin. Është e vërtet pra që jemi në një moment të përplasjes të mëdha me këtyre dy partive dhe republikanët janë më të unifikuar se kur në këtë moment, apo e kam unë gabim ndoshta? Jam shumë dakord. Rrallë ndodh që republikanët jenë kaq disiplinuar, sepse zakonisht edhe kur fitojnë ata kanë, amerikanët thonë shooting yourself in the foot, pra të qellosh veten në këmbë. Dhe republikanët e bëjnë këtë shpesh, fituan kongresin mezi zgjodhën një speaker dhe pastaj hoqën pas 9 muajsh me rastin McCarthy e diskutuar. Kështu që është një surprizë e këndshme që ti shikosh kaq të disiplinuar dhe kaq on message, pra me mesazhin që kanë dhe me politikat që kanë, edhe për të përkthyer nga ana legjislative gjithë veprimet ekzekutive të presidentit Trump, sepse që të jenë... Ma përkthej këtë dhe në realitetin shqiptar, të lutem, sa i takon edhe republikanëve? Po, ose bashkimit në një farë mënyrë të gjitha forcave? Po, këtë e kemi diskutuar edhe së bashku shpeshherë. Unë jam shumë fan si kësaj ide së fuzionizmit, dhe mendoj se e djathta fiton vetëm kur është e bashkuar. Të djathtët përgjithsisht kanë këtë që janë shumë shpirtra të lirë, vën dinjitetin e tyre, të parin personalitetin e tyre, janë njerëz të fortë, janë njerëz të cilët nuk vjen kollaj në resht, ndryshe nga e Majta. E Majta është, nuk do të përdor fjalën tuf, po është një grup që komandohet shumë kollaj. Mund të kishin 1000 probleme me Nancy Pelozin për shembull, grupimet e ndryshme të Majtës, progresistët, të moderuarit, socialistët e tjerë, kur vinte puna votonin në rresht të gjithë. Ndërkohë republikanët i shfaqin më hapur shqetësimet që kanë, idetë që kanë e tjerë. Sepse e tillë është natyra, nuk mund të jesh i djathtë edhe të biesh kollaj në rresht. Kështu që e kanë këtë të djathtët përgjithësi. Por të djathtët, unë mendoj këtë. Ajo që bashkon të djathtën është më e madhe se sa ajo që e ndan atë. Të djathtët zakonisht bëjnë aleanca vlerash, bëjnë aleanca parimesh. Dhe këtë e shikojmë dhe në Shqipëri. E djathta tashmë është e bashkuar në Shqipëri, është e bashkuar, siç thotë kryetari i PD-s Berisha, e bashkuar në diversitet. Mund të kesh në një grup libertarianët, konservatorët, më të moderuarit, të djathtët që janë konservator social, pra shumë grupe. Po kur vjen puna, ka disa pika që i bashkon të gjitha këto grupet. Dhe unë më vjen mirë që e shikoj dhe në Shqipëri këtë gjë tashmë, që afrojnë zgjedhjet që edhe me programin e prezantuar nga Partia Demokratike, që është një program i ngjashëm dhe me atë të republikanëve në thelb, domethënë i përshtatur me specifikat këtu, po është një program i djathtë konservator që vë theksin tek puna, te prodhimi, te investimet, te Shqipëria teknologjike e tjerë, për ta bërë Shqipërinë madhështore, një ngjashëm me Make America Great Again. Pra është kjo filozofi. Dhe është kjo erë që po fryn sot në të dy anët e Atlantikut, si në kontinentin amerikan edhe në kontinentin europian, në shumë vende, dhe nuk ka asnjë arsye pse mos të mbridhen në Shqipëri, sepse është rruga e vetme që unë vazhdoj përsëris, është rruga e vetme që çon kombet drejt prosperitetit. Kështu që dhe në Shtetet e Bashkuara në Kongres kemi parë republikanët që janë më të bashkuar dhe të Majtën që vazhdon të tregoj që nuk ka marrë një mësim nga zgjedhjet e fundit, nga humbja e fundit. Fatmirësisht për neve, po themi si të djathtë, dhe fatkeqësisht për ata. Vazhdojnë me sjellje fëminore, nuk as për një fëmijë të sëmur me kancer, po themi, nuk duar trokitën, apo për shembuj të tjerë humanitar që mund të ishin aty, apo të ftuar që presidenti Trump kishte sjell. Dhe as ata vetë nuk e kuptojnë sepse kanë humbur, domethënë nuk janë ulur të bëjnë një analizë, dhe nuk e kuptojnë që shkuan aq larg dhe aq në ekstrem me idetë e tyre, sa edhe Marxin e bën të dukej më i moderuar. Këta ikën, nëse Marxi shkoi deri aty te krijimi i njeriu të ri, këta shkuan tek njeriu pa gjini.
njeriu pa gjini, pa identitet, njeriu që mund të ndronte identitetin sot ishte një formë, nesër mund të ishte një formë tjetër, dhe gjitha kjo për ta kontrolluar individin më mirë. Kjo është pyetja që duhet i bëjë çdo individ vetes, si kontrollohet më kollaj nga burokratët apo nga Big Tech-u që ishte fansi i censurës, një njeri që ka një identitet të fortë, të mirë përcaktuar, apo dikush që nuk e di se çfarë është. Dhe kjo fatkeqësisht u përpoq të bëjë nga e majta ekstreme. Në Shqipëri kemi pasur Partinë Demokratike që shpeshherë i ka vënë theksin kësaj rrezikut të kësaj gjëje dhe ndalimit të kësaj çmendurie që kapi të majtën në të gjithë botën për surrogacin, për shembull. Partia Demokratike ka qenë e para që foli për këto ndrimet e gjinive, ka qenë kundër dhe ka vënë theksin, ashtu se gjithë partitë e tjera të djathta, tek forcimi i individit, i familjes dhe i kombit. Dhe neve në këtë moment që është bota sot, duhet me do e mos që ta vëmë theksin këtu. Duhet të fuqizohemi ne së brendshmi, dhe mbyll me këtë, sepse mendoj është e rëndësishme, duhet të fuqizohemi ne së brendshmi në Shqipëri në mënyrë që më pas të jemi një faktor demokracie dhe stabiliteti në rajon, për të mbrojtur interesat e shqiptarëve kudo ku ata janë në rajon. Nëse ne nuk jemi të fortë këtu brenda në Shqipëri, nuk mund të mbrojmë interesat e shqiptarëve në Kosovë, në Serbi, në Maqedoninë e Veriut, në Greqi, në Itali apo kudo ku ata janë. Nëse ne forcohemi, krijojmë një ekonomi të fortë dhe të qëndrueshme, jo e disa oligarkëve ose disa njerëz, pak individëve, po një ekonomi që i shërben njeriu të thjeshtë, njeriu që vetë punon nga mëngjesi deri në darkë, po edhe sipërmarrësi të vogël të mesëm, sipërmarrësi të ndershëm, çdo qytetari që punon me djers në këtë vend, dhe duke krijuar kështu këtë ekonominë e qëndrueshme afatgjatë e tjerë, vetëm në këtë mënyrë, duke u forcuar ne së brendshmi, mund të ndihmojmë shqiptarët kudo që ata janë, dhe t'i bëjmë dhe shqiptarët që kanë ikur 1.1 milion shqiptarë në këto 10 vite të kthehen.